Deputeti i Lëvizjes Besa Zeqira Ibrahimi kërkoi që të mos verifikohet mandati i deputetit të VMRO-DPM-s Johan Tarçullovski, pasi që ai është personi që është i dënuar për krime lufte ndaj popullatës civile të Lubotenit gjatë konfliktit të vitit 2001. Jam shumë i prengosur që sot në këtë kuvend popullit po bëhet deputet edhe dikush i cili nga gjykata e Hagës ishte i gjykuar për krime kundër civilëve shqiptar në vitin 2001. Vjen shumë keq edhe pse është shumë e rastishme që ata të vrarë ishin bashkëfshatar të fshatit Luboten, por i bëj thirrje këtij kuvendi që të mos e verifikoj mandatin e këtij deputetit. Kundër pranisë së tij në kuvend është shprehur edhe LRPDSH, i cili është dënuar për gjenocid dhe krim kundër njerëzimit për rastin e Lubotenit në konfliktin e 2001-shit, zoti Johan Tarçullovski, i cili mban përgjegjësinë e vrasjes së civilëve shqiptar në Luboten, apo njerëz të tillë asesi që nuk duhet të jenë pjesë të parlamentit dhe. Por Tarçullovski thotë se partitë shqiptare nuk duhet të merren me të, sepse ai nuk ndjehet fajtor dhe nuk ndjen nevojë për t'i kërkuar falje lubotenasve. Dali bi održale miting primer vo Luboten, po ste jedan od iniciratorite koji ste ovdje ne zavojni zlosovstva se kandidira za prateni. Ja odam u Ljuboten, imam i sa stanoci, nemam nikakvi problem, svojite luje gi posetujem. 3 pati imam i otideno od kad počne kampanja, da sigurno nekak je otideno kako. Znači ne može da gi gledame rabotite vaka ili tako. Da li vi se izvinite na Lubotenci? Da li čuvate potreba da se izvinite? Ne, nisam napravil ja nešto što bi trebalo da se izvinom i da se kajem. Tarçullovski është personi i vetëm pjesëmarrës në konfliktin e 2001-s, i cili si pjesëtar i forcave të sigurisë është dënuar për krime lufte nga gjykata e Hagës. Ai akuzoi se ka pasur gjish në vrasjen e 7 civilëve dhe djegjen e 14 shtëpive të shqiptarëve në Luboten.